A është e dëmshme ngrohja me kalorifer? Flasin ekspertët. Ditët e ftohta të dimrit duket se kanë ardhur vërtet. Ndërkohë që temperaturat janë të ulta, shumica prej nesh zgjedhin mënyra të ndryshme për të ngrohur. Kontribut të veçantë për këtë japin kaloriferët, të cilët në fakt e thajnë ajrin dhe ju dehidratojnë. Një nga dëmet më të zakonshme që shkakton kjo tharje lagështire është në buzë, të cilat plasariten lehtësisht dhe nuk kanë gjëndra për të përmirësuar hidratimin. Ndonse duket tejetjoshës se në fakt duart nuk duhet i ngrohni në kalorifer. Për shkak të rritjes të temperaturës rritet rrjedhja e gjakut në venat e duarve, të cilat mund të plasin duke shkaktuar një ëndje të pakëndshme. Gjatë dimrit rekomandohen produkte që përmbajnë glicerin. Përdorimi i kaloriferëve dehidraton në përgjithësi trupin tuaj duke sjellë më pas edhe pasoja si dhimbja e kokës.